shqiptarëve, jo e tregtarëve. Shqipëria e 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 shqiptarëve, jo e tregtarëve. Unë jam Elvis, kam ardhur këtu kur kam qenë 2 vjeç. Bravo. Bravo. Unë jam Altini, kam ardhur këtu para 8 vitesh. Edhe mezi po pres kthehem në Shqipëri prapë. Keni diçka më shumë për të thënë për protestat, për qeverinë, për të mbaroj sa më shpejt ky sistem, të largohet sa më shpejt jetë mundur që ne të na hapet rruga të kthehemi sërish në vendin tonë. Këtë uroj. Një orë më parë. Jam Rëtenci, kam ardhur këtu në moshën 42 vjeç. Kam mbajtur gjithmonë kontakte me Shqipërinë dhe shpresoj që Shqipëria t'ia dalin këtë përpjekje, sepse kur nuk mban më, nuk mban më. Përshëndetje, Ligji Gjoka, kam ikur nga Shqipëria në moshën 36 vjeç. Të më thënë si gjithë emigrantit për një jetë më të mirë, por që koka është gjithmonë mbrapsht t'ja ka dheu, dhe sepse atje është folea jonë. Ka qishë. Përshëndetje, jam Raimonda, por unë nuk jam largu nga Shqipëria da. Pavarësisht se jam me green card dhe pi. Po çfarë do doni të ndryshonte në Shqipëri, atje ku jetoni? Ta marrin rinia. Kjo rini inteligjente e shkolluar them. Përshëndetje, Marilo Meta. Jam larguar nga Shqipëria në moshë, fillimisht në moshë 24 vjeçar dhe vazhdoj të mbaj kontakte në Shqipëri. Dhe kryesoja është kryesisht me miq që flas gjikoras ose që ulen në kafe, gjithmonë kërkojnë të largohen nga vendi. Dhe kryesisht është tani lëvizja që ka nisë për të ndryshuar këtë regjim, le të themi, disa vite, dhe u fol më parë shumë bukur për propagandën. Është një propagandë goxha e madhe që po mbahet për të diasporës shqiptarë që nuk e kuptojnë realisht se sa po vuan ai vend, se sa vështirësi ka Shqipëria për shkak të kësaj propagandës që po mbajnë këto vite. Dhe e shoh domethënë edhe kam kontakte shumë të afërta në Shqipëri dhe vazhdoj në Shqipëri të kem kontakte dhe shkoj shpesh. Jam Shëfqeti nga Kosova, i ikur që në moshën 27 vjeçare, tash 38 vjetë këtu në Amerikë, do të thotë ma tepër se në vend lindje. Kam frikën se shumica e kosovarëve si duket frikon të dalin apo e kanë bindjen se mos Amerika ja u kthen shpindën, që nuk është e vërtet fare. Kjo administratë e fliqur njëjtë si e Ramës do të ikë shpejti. Amerika e ka të njëjtën qëllim, edhe nuk ka nevojë më frigu. Përshëndetje, në Margaret, kam ardhur në Amerikë 31 vjeç dhe jam këtu për të bërë atë që në fakt kam bërë edhe në Shqipëri, për të protestuar, sepse kështu e ndjej dhe kështu duhet bërë. Edhe në Shqipëri kam qenë pothuajse pjesë e të gjitha protestave të zhvilluara dhe në krye protestën ekologjike. Unë jam Besmiri, jam larguar nga Shqipëria 22 vjeç. Edhe kur largova që qenë e vështirë që të lije familjen dhe njerëzit e tu më dashur dhe shoqërinë atje, dhe përpiqem të shkoj sa më shpesh në Shqipëri, por tashi është më e vështirë të shkosh në Shqipëri pasi të gjithë po largohen dhe kur shkon atje takojnë gjithmonë pak njerëz pasi po largohen nga Shqipëria. Edhe kjo politikë shqiptare që po e shpopullon gjithë Shqipërinë dhe po merr të gjitha zonat e mbrojtura për t'i betonizuar, dhe gjitha politikanë dhe media dhe organizatat kriminale janë bërë gjithë bashkë dhe duhet largohen të gjithë. Dita ime e ditëlindjes, pra me 31 maj, shënoi edhe ditën e parë të protestës. Nuk ishte dhuratë më të bukur se sa të shihesh shqiptar të përbashk, teksa më në fund ngren zërin duke dënuar padrejtësitë e duke kërkuar të drejtat e tyre. Sot shënohen plot 27 ditë që sheshi dhe rrugët kryesore të Tiranës përshkohen nga njerëz që e duan Shqipërinë me zemër. Shqiptarët e vërtet janë ata që përpiqen me mishe me shpirt që të bëjnë mirë për vendin e të kontribuojnë në forma të ndryshme. Sigurisht edhe të protestuarit ka forma të ndryshme, por rëndësi ka që ti t'jesh në anën e së drejtës, duke vërtetuar që je një shqiptar i vërtet. Pasi, një shqiptar i vërtet nuk tallet me popullin që udhëheq. Një shqiptar i vërtet nuk përdor propagandën për të kamufluar realitetin e hidhur. Një shqiptar i vërtet nuk do punonte më shumë për imazhin në ndërkombëtar se sa për kombin e kombasit e tij.
Një shqiptar i vërtet nuk minimizon gjendjen e sistemit shëndetësor dhe po e them me plot gojën sot që pas deklaratës së bërë, Iris Luarasi për mua është anti-shqiptare. Kur të reflektoj e t'i kthehet parimeve njerëzore, unë këtë deklaratë do ta tërheq. Deri atëherë ta mbaj më shëndet. Një shqiptar i vërtet nuk i lë spitalet e qyteteve të Shqipërisë në gjendjen skandaloze që janë. Një shqiptar i vërtet e drejton median që kjo e fundit t'i shërbej informimit publik me vërtetësi, sepse një media shqiptare e vërtet nuk blihet. Një gazetar shqiptar i vërtet bën gazetari për hallet e popullit e jo për qeverinë. Një shqiptar i vërtet nuk korruptohet e të përmbush urdhra për interesa vetjak. Një shqiptar i vërtet e respekton dhe e do natyrën e kurse si nuk do ta shkatronte atë për të pasuruar. Politikanët, ata shqiptar të vërtet, sa majtas e djathtas, nuk bëjnë afera të pista mes njëri tjetrit në kurrizë të popullit. Një shqiptar i vërtet nuk i ndryshon ligjet sipas qefit. Një shqiptar i vërtet nuk abuzon apo thyen ligjin, pasi një shqiptar i vërtet zbaton dhe i përmbahet ligjit nga ndërgjegja njerëzore, sepse shqiptarët e vërtet e kanë një ndërgjegje. Një shqiptar i vërtet nuk mposhtet nga frika të reagoj. Gjithkush ka të drejtë të mendojë ndryshe, madje edhe të mos reagoj, por jo prej frikës. Frika është në nështrim. Shqiptarët e vërtet nuk do bënin edhe shumë të tjera si këto të mësipërmet që përmenda. Të bëra keq e me likësi, e ne ndaj jemi këtu, të bashkuar që këtyre anti-shqiptarve t'i vi fundi ashtu si që meritojnë për të gjithat këqijat që kanë bërë e të gjitha vuajtjet që i kanë shkaktuar shqiptarve të vërtet. Urojmë me shpirt që këta të fundit të mos dorëzohen, të rezistojnë për një Shqipëri më të mirë, ashtu si që shqiptarët e meritojnë, plot dignitet. Nuk ka më të verbër se ata që nuk dëshirojnë të shohin. Slogani jonë preferuar që ne gjithëve shumë energji është Rama Burg, Berisha Burg! 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 Shqiptar, tradhtar dhe të degeneruar, sepse prandaj e duan pasurinë e tyre pafund, na kanë bindur që ose na kanë rrënjosur tek shumë nga ne që jemi një turma apo kope që po nuk pati një nish që e drejton, nuk mund të ekzistojë. Dhe rrëdhëmisht cili do që vjen bëhet ai nishi që mund kishte qëllime të mira, po katandiset në më keq se cili do që gjeti përpara. Dhe kjo është gjendja sot, dhe kjo është gjendja që ka qenë për shumë e shumë kohë. Dhe ndryshimi do vi, unë nga njërë jam i gëzuar kur shoh për njerëz që thonë që në protesta ka turli lloj grupe që ka interesat dhe veta. Po, kjo është shoqëria. Duam një grup të madh udhëheqësh nga të cilët të vinë vendimet e marra në mënyrë të përbashkët që të mund të përfaqësojnë sa më shumë shqiptar. Nuk duam më njisha, nuk duam më që të jemi të tërhequr përhunde nga diktator apo diktatorus. Rama jepe dorheqen, Rama jepe dorheqen, Rama jepe dorheqen. Dhe jepe dorheqen sot sidomos në përvjetorin e 82 të gjenocidit Çam. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për mua, por jo vetëm për mua, por të gjithë shqiptarët, sepse është një katastrofë kombëtar. Që Çamët kur erdhën në Shqipëri e para punës, e dini ju që u quajtën emigrant në Shqipëri dhe pse ishin Çam. Unë jam nga të gjitha anët e mia Çame, nga të 4 gjyshit e mi. Dhe sot ende në vitin 2026 nuk është bërë asnjë tentat për të patur seanca diplomatike, domethënëse me Greqinë. Po si e di unë, ndoshta kam patur në kabinetet e tyre dhe në mbledhjet e tyre të mqefta, e po unë kam qenë pjesë atyre, kam qenë në vitin 2018, kam ndihmuar sepse kam besuar tek misioni diplomatik shqiptar, edhe në OKB, edhe në Shqipëri, edhe vetëm atë që kam parë është për ulje.
për ullje ndaj europianëve, për ullje ndaj të huajve. Thua ti, ne si shqiptar s'kemi as histori, as trashëgimi, thjesht jemi lypsat të Europës dhe të gjithë botës. Kjo përfundon këtu, përfundon me dëshirën për të shitur vendin, përfundon me dëshirën për të bërë monopoli të çdo territori shqiptar, përfundon sepse fëmijët e mi duhet t'i çojnë në Shqipëri me pushime në të ardhmen, dhe ta njohin këmbin e vet. Jo si ne që u larguam me lot në sy, duke menduar kur do kthehemi. Sepse Shqipëria na përket ne. Edhe sot qeveria jon, jo që nuk e përmend çështjen çame, gjenocidin çam, por e mban si çështje turpi. Nëse e thot njëri anë qeveri, anë mbledhje diplomatike, i thot pusho, mbyllë gojën, se kemi marrëveshjet tona me grekët për anën bregdetare që duam ta shesim. E po e dini ç'po ndodh pra tani, të gjithë. Edhe sot, gjasme për të uruar për vjetorin çam, hodhë një valli çame në parlament të Osman Takës. Imagjino, aheng me çështje gjenocidi, as për të larë gojën dhe është një turp kombëtar. Po ju se dini çdo të thot kjo plak kombëtare. Çdo të thot që fëmijë çam u varrosën rrugës duke ardhur në Shqipëri nga Greqia dhe kur nuk është përmendur. Që gjyshi im ka parë makabra të tilla, të vajzave të reja, të grave çame me shtatzan që është nxjerr fëmia nga parku. Edhe as kjo gjë nuk është përmendur të gjenocidit, madje e quajnë thjesht një masakër. Unë jam këtu për të thënë që kush do të jetë në kryen e të ardhmen, këtë do ne të zgjedhim, dhe e kam thënë që herën e parë që kam dalë këtu. Kërkesa e llogarisë është e para. Ç'po bën për kombin? Ç'po thua për çështjet tona kombëtare? Ç'po thua për ekonominë e Shqipërisë? Sepse fundja fundit, një qeveri që s'do t'ja di për makabra dhe gjenocidet e njerëzve të vet, nuk do t'ja di për spitalet, për arsimin e fëmijëve të tu, për ekonominë, për shpopullimin e vendit. Dhe këtu jemi për të ndryshuar, se kemi plot diploma, si jurist, si njerëz që kanë punuar në politik në Washington, si doktora, si mësues. Dhe jemi të gatshëm të kontribojmë. Pak nga pak, siç ka filluar ky revolucion tani që nuk ka ndërmend të ndalet. Dhe kam një lajm shumë të bukur për të gjithë ju këtu sot, që dua t'ju andaj. Mba shumë javësh, ndoshta ndonjëherë përplasjesh të organizatave të ndryshme, të organizuesve të ndryshme të protestave në qytete të ndryshme, kemi ardhur bashk për të planifikuar çfarë do jetë protesta më e madhe ndërkombëtare dhe solidaritet me shqiptarët në Shqipëri, në New York, me datën 11 korrik, të cilën po e planifikojmë sidomos dhe këtu nga Washingtoni, që të kemi mundësinë të i shkojmë të gjithë bashkë edhe me autobuza që përpiqemi të planifikojmë për të treguar që jemi të bashkuar në këtë iniciativë dhe me diasporën. Faleminderit që jeni këtu sot, faleminderit për Shqipërinë, dhe të lutem hajde flisni edhe nëse ju dritet zëri, se është shumë i rëndësishëm. Faleminderit. Rama jepe dorëheqen, Rama jepe dorëheqen, Rama jepe dorëheqen, Rama jepe dorëheqen. Ja prekur shumë nga fjali mirë se kam përjetuar, kam luftuar kam përjetu luftën në Kosovë, kështu që gjithë shqiptarët, kado që janë, unë jam aty. Edhe gjithmonë jam në këto protesta. Jam larguar nga Shqipëria në moshën gati 60 vjeç, jo tamam, me shumë dhimbje, me lot në sy, por më duaj pa tjetër. Doja ndihmën e fëmijëve që ishin këtu. Kjo ishte arsyeja, unë se përballoja do të jetën me gjithë tim shoq atje. Ai ishte i sigurt. Dhe
fëmijë tanë s'ka zgjidhje tjetër, nuk di asnjë fjalë anglisht. Ishte tepër e vështirë. Isha si një e verbër që e lë në mes të rrugës kur erdha këtu. Jashtëzakonisht, më dëm shumë vendim. Punova gjithë jetën atje. Shërbeva në arsim në edukimin e brezit të ri, por me pensionin që merja nuk mund të jetoja. Dhe kjo është një gangrenë e madhe që më gryen çdo ditë, edhe tani në këtë moment. Pse unë duhet të ushtrit dorën fëmijëve të mi? Unë punova gjithë jetën, im shoq punoj gjithë jetën. Pse ne nuk jemi të aptë të jetojmë në vendin tonë me njerëzit tanë, atje ku u rritëm, atje ku kemi njerëzit tanë të afërt, miq, shok, edhe burt e thatë na njohin. Pse duhet largohemi? Kjo është gangrena që më gryen çdo ditë. Dhimbja e madhe, malli për Shqipërinë, malli për atë. Shpresoj që Shqipëria jonë së afërmi të bëhet një Shqipëri e re. Shqipëri e re, 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 Shqipëri e re. Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar. Zemra ti më gatove, plot me dëshirën e zjarr. Shqipëri o mama ime, ndose jam i mërguar, dashurin tënde kur zemra se ka harruar. Kyshe leqen një kopen, le të linë dy atëherë, edhe ikën e merben. Ashtu dhe zemra ime, më lë këtu ku ja tek jam unë, vjen le vrape me dëshirë, aty në viset e tua. Bravo! O moj Shqipëni e mjera Shqipëni, kush të ka qitë me kryen hi, ti ke pas kenje zoj e ranë, burat e dheu të thirshin nan, ke pas shumë të mire, shumë begati, me barzat bukre me djem të ri, gja vend e shumë ara e bashtina, me bura trima e me gratë dhira. Ti ndër gjithë shoqet ke qenë më e mira. Kur kriste pushka si me shkrip moti, zogu i shqiptari gjithmon i zoti. Ke kem për luft, ke dekon edhe mrapa kur s'ke mbeton. Kur ka lidh besën buri i Shqipnis, i ka shti drith, gjithë Rumelis. Ndër luftat repta gjithkon kara, me faqët bardh gjithmon ashtu nda. Por sot Shqipni, pa më thuaj si je, po si kur lisi rëzuën për dhej. Shkon bota për sipri me kam të shklet, e një fjallë të ëmbël as kush s'ta flet. Si mal me borë, si fush me lullje, ke pas qenë e veshën, sot je me crulle. Is të kam beton as emën as bes, dhe te ke prishëm për faqet zez. Shqiptar me vlazën, jeni tu i bra, ndër 100 cetat jeni shpërnda. Ca thonë kanë din, jam turk tjetri latin, do thonë janë grek, shkije, disa tjerë, por jemi vlazën të gjithë moret mjerë. Priftin e hoxhët ja kanë hutue, por me ju damin me ju vërfnue, vje njeri huje e jurin i botër, me ju turpnue grue e motër. E përsa pare që të të fitoni, besën e të parve të gjithë e haroni. Bëhën i rapt e njerit huaj,
që nuk ka gjuhën dhe gjakun tuaj. Qani ju shpata ju dëfeqe, shqiptari e zusit zot për ndërleqe. Qani ju trima bashkë me ne, se rash Shqipnia me faqen dhe. E si kam betun as buk as mish, as zjarm as mbotër, as drit as pish, as gjak në faqe as nder ndër shok, por ashtë rëzue e bamun trok. Mbledhën ju barza, mbledhën ju gra, ma të nësyn bukur që s'dini me qa. E ne t'vajtojmë Shqipërinë e mjerë, që mbret e shkret, pa emën pa nder. Kam bet e vej si grue pa bur, kam bet si nan që s'pat djallë kur. Kujt i ban zemra me lan me dek, këtë fartrim neshe që sot është mek. Këtë nan të dashtun, a e do e lan, që njeri e huaj ta shkles me kamb. Nuk, këtë marë as kush se do, këtë faqet zes gjithë kush e dra, me pushk në dorë, let desin trimnia, qoni shqiptar për i gjumit qonjo, të gjithë si vlazë një mbes shtrëngonjo, e mos shikoni kisha gjamia, theje shqiptarit është shqiptaria, që shpriti barit e derin preves, gjithë kush shon jell, bape dhe rez. Bravo! Faleminderit shumë. Kam një lobby konsilar, Se me shegu jam shqiptar, e kur malet mi në mora, për atë në jam mora, e kur malet mi në mora, për atë në jam mora. Qamadani via via, është Kosova, është Shqipëria. Rasti zemër Qiftelia, o sa e madhe, o Shqipëria. Qamadani via via, është Kosova, o Shqipëria. Rasti zemër Qiftelia, o sa e madhe, o Shqipëria. është një gjynë që flasim tane, e një kohë që flasim nane. është një gjynë që flasim tane, e një kohë që flasim nane. Qamadani via via, është Kosova e o Shqipëria. Resi zemër Qiftelia, o sa e madhe, o Shqipëria. Qamadani via via, është Kosova e o Shqipëria. Resi zemër Qiftelia, o sa e madhe, o Shqipëria. Legendari ti këndoj dhe mjashari ti këndoj. Tasha vjet se shepe vazin mere qabon. Tasha vjet se shedrenicën. Tasha vjet dhe Mitrovicën. Tasha vjet Qo potër tonës është e malit dhe bilbila qo adhen. Po ton lullet rënda fila qo adhen. Po ton këngës ton dhe trima qo adhen. Qo shpejt mos rrite vari thot
qose mjaft. Ta vladit I balën toka qose ty. Të kërkone ta Shqipëria tua dhe mora fjalën, mora vargun, mora qarkun me furkan bash legjendari ti këndoj Adem Jasharit ti këndoj.